Dormace, si mund të ndikojë realisht një situatë e tillë në marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoninë të Veriut, duke marrë parasysh edhe përbërjen që ka vetë në Koçan? Shpresojmë që kjo lidhje tani të funksionojë. Për sa i përket marrëdhënieve ndëretnike, e dim që situata në Maqedoninë e Veriut në këtë kontekst është çdo herë e brishtë dhe marrëdhëniet ndëretnike shpesh herë kanë ndikuar që të merr epilog, do thotë edhe rastet më të ndërlikuara, që kur ka qenë ndoshta edhe formimi i qeverisë apo rënja e saj, sigurisht ka ndikuar edhe në përzgjedhjen e kryetarit të parë të parlamentit këtu në Maqedoni, kryetarit shqiptar. Do thotë nuk shpresoj dhe nuk dëshiroj që kjo tragjedi të merë kaje të tillë, do thotë të jepet një kontekst ndëretnik këtu në vend. Shpresojmë që organet e drejtësisë ta zbardhin rastin deri në fund dhe mos ketë, siç thash edhe pak më parë, mos të jepen pista të tjera të cilat do të mund të devijojnë ndoshta edhe vetë qëllimin e këtij hetimit i cili duhet të ndërmerret. A mund të ndikojë zotëri Kryeziu realisht një veprim i tillë? A mund të ndikojë edhe në besimin e qytetarëve në institucionet përkatëse? Padyshim, për sa i përket besimit, po, duke ditur se në Maqedoninë e Veriut, sidomos në organet e drejtësisë, qytetarët kanë një besim të luhatshëm, respektivisht nuk kanë fare besim, duke u thirrur në anketat të cilat kanë bërë institucionet relevante, si vendore ashtu edhe ndërkombëtare, besueshmëria në institucionet e drejtësisë, do thotë qytetarët besojnë vetëm 2 deri në 3%. Kjo lënd shumë për të dëshiruar dhe hapë mundësi që realisht vendi të punojë në këtë drejtim dhe duhet që organet e vendit dhe institucionet përkatëse të punojnë në këtë drejtim për të shtuar besueshmërinë të qytetarëve që çdo hetim i cili do të hetohet, ashtu siç përmendi pak më parë edhe profesori Rama, ka ndodhur tragjedi edhe më të rënda ndoshta se kjo apo të këtij nivelit dhe të cilat akoma nuk kanë një epilog përfundimtar. Vlen të theksohet, siç thamë edhe pak më herët, spitali modular në Tetov, ku djegën pacient, ku ishim edhe besa trans ajo durmotursit e kështu me radhë, do thotë shumë tragjedi kemi, ndërsa epilogët nuk kemi, nuk e di për çka, mirë po realisht këto po zbehin në masë të madhe besueshmërinë dhe dëshirën e gjithë qytetarëve që kemi institucione përkatëse relevante dhe të cilat do të mund që këtë vend definitivisht ta drejtojnë në rrugën e drejtë dhe të rritet besueshmëria ashtu siç i përket një vend kandidat për në Bashkimin Evropian. Po, dhe zotëri Kryeziu, si mund të ndikojë realisht një tragjedi e tillë në ekonominë e Koçanit dhe sa mund të ketë kjo ndikim edhe në ekonominë realisht të rajonit përreth tij? Nuk e di sa mund të ndikojnë në çështjet ekonomike, për shkak se ajo pjesë e Maqedonisë ndoshta është edhe ashtu shumë e varfër dhe jo që ka gjeneruar, do thotë ardhura të mëdha për buxhetin e vendit, për shkak se është një pjesë ku zakonisht nuk kemi shumë kompani ose investitorë të huaj të cilët kanë hapur atje fabrika të mëdha të cilat mund të gjenerojnë të ardhura për buxhetin e vendit. Nuk mund të ketë ndoshta pasoja, mirë po është vetëm një rast i thjeshtë i cili duhet vetëm të hetohet për hir të atyre viktimave dhe jo që mund të jep pasoja do thotë në ekonominë e vendit. Po, edhe për fund zotëri Rama, duhet ju pyes lidhur me atë se çfarë masash realisht mund të ndërmerren, ashtu çfarë propozoni ju, çfarë shihni që të ndërmerren në situata të tilla për të parandaluar ndoshta edhe për të pasur një menaxhim më të mirë të krizave nga vetë qeveritarët. Para se të